është një tendencë zotit Kurti me godit ato ku e ka pak ma let me godit. Në këtë rast Lidhjen Demokratike edhe zotin Abdigjiku, për shkak edhe të lashët brenda LDK-s që i ka, po për shkak edhe të një historikut më hershëm ku kanë qenë edhe si partner në vitin 2020 në qeverin Kurti ne. Letra mbrana përmbajtjes e ka kërkuar refuzimin prej LDK-s. Letra e Kurtit, ftesa e Kurtit, nëse mund ta quajmë ashtu, ka pasur një kërkesë të fshehur brenda letrës, brenda tekstit. Është hajgara aty, sikur më i thon dikoj pse s'mos dal me pi kafe. Mund çaq shumë është ka thjeshton këtë punë dhe ka lun zoti Kurti me një çështje kaq të rëndësishme saqë e ja pamundson edhe nëse ka vullnet me pranu dikush brenda një subjekti tjetër një kërkesë për me gjetë zgjidhje. Do thot përmendja në historiko të qena kombashis, kam qenë keq me ty, po me do tjerë, është një tekst që e godit drejt për drejt zotin Abdigjiku. Sikur të në vitin 2020 jekon me mu, po Agim Veliu e Abdullahut e disa tjerë kanë qenë kundër edhe e përçon brenda e zit elektoratin. Si fakt është fakt, pra. Çështu ka qenë. Ka qenë në heshtje zoti Lumir Abdigjiku në atë kohë dhe zhvillimet që ndodhen pastaj në LDK janë mundësuar që vinë krye të LDK-s, por nëse flasëm vetëm për kontekstit të ftesës së zotit Kurti drejt Abdigjikut, nuk është përshkrim që nevojitet në atë kërkesë, në atë ftesë që duhet më ja përmend aty nëse ti e kon shumë mirë me mua në atë kohë sa kena punu bashkë, pas të lash me ty dhe hajde po vazhdojmë prapë. Domethënë se ka shumë gjëra që kanë ndodhur mes vitit 2020 edhe vitit 2025 kur po kërkohet me arrit një kompromis. Do thotë me një fjalë zoti Kurti përmes ftesës i ka kërku në nën tekst që refuzon ftesën. Tash çka ndodhi me LDK-n është pak e çuditshme. Jo që dëshme zoti Abdigjiku ka treguar që ka marrë disa finesa që zoti Kurti ka përdorur vazhdimisht. Ato pak pjesën e populiste, pak pjesën e zhargonit që e përdor, domethënë ka elemente që ka kopjuar nga zoti Kurti. Thot tendenca për me lujt me opinionin publik, mund varë, mund ndiku nga opinioni publik, po duket që edhe të zoti Abdigjiku të kjo. Që se tapëm me pas edhe debatin, Zotja Shari, pse është tendencë pra për të luajtur me opinionin publik? Abdigjiku tha, nuk dua që elektorati të ndihet i tradhtuar, pra ka votuar për një kauzë, ka votuar për një ide politike, siç ka qenë ideja e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe është legjitime përgjigjja e tij, pra pse ta tradhtojnë në një farë forme elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që zoti Abdigjiku do duhet ta thoshte atë jon me të drejtë, me i thonë ju, po mos ka pas nevojë me nevojit 24 orë, nuk ka pas nevojë me lënë përshtypje kur thashë ndikohet pe opinionit publik, ka qenë i kritikuar edhe në këtë studio prej disa prej nesh që përgjigjja jo e një ftese të zotit Kurti, ftesës numër 2, se këto letra si letra dashurie më bë të shku. Sonja ka thënë përbashkët, pra ka bërë. Po flas për letrën numër 2, kur i thotë që takohemi, kur taku zoti Memli Krasniqi, ky e refuzoi më një herë pa e shërtuar, domthonë e refuzoi kategorikisht, është kritikuar që ka pas nevojë jo në atë formë arrogante, po me trajtu si kërkesë, me këshyq ka bëdon edhe me i thonë jo po edhe në tavolinë. Tash çka ndodhi me letrën e tretë, me ftesën e tretë, ju dashtën 24 orë dhe bukur shumë vëmendje se qysh po i kthehen përgjigje, edhe përgjigja ke asane as knej. Do thot tendenca që brenda përgjigjes së zotit Abdigjiku të marrë rol si prejs opozitor, si dikush, si subjekt që don me u faktorizu në një problematik që është tashmë ka kohë konstituimi i kuvendit, nuk i kontribon zgjidhjes së problemit. Do thot për më shumë ka mundësi që të interpretohet ndryshe nga parti tjera opozitare dhe të krijojë një ndarje ose një largim edhe më të madh mes subjekteve që dikur ishin opozitare, edhe të zvogëlojë mundësitë që nesër ta kemi një qeveri nëse zoti Kurti dështon ta bëj sipas randit kushtetues që ka.